Zotëri, për çfarë protestoni sot? Faleminderit që erdhe. Si gjithë populli protestojmë për të drejtat e jona, për Shqipërinë, për territorin, për shembull që po shiten, e po shpërndahen, për pjesët që shiten me majtas, djathas në për shoqëri, në për këta të korruptuar, si thon punës, për këtë punoj, për këtë demonstroj. Për çfarë protestoni ju, zotëri? Unë kam 26 ditë sot që kam protestu. Ke qenë çdo ditë në protestë? Çdo ditë në protest. Dhe pensioni im në 130.000 lekë në mundi. 90.000 lekë bëjnë dritat, ngene 20.000 lekë. Me 20.000 lekë si jeton populli. I themi Edi Ramës mos na lodh, jep dorëheqjen më shpejt. Kash. Ju shoq keni ardhur me fëmijën në këtë protestë? Po. E keni marrë edhe ditë tjera djalin në protestë? Po. E sa ta ditësh kjo që protestoni? Kemi nisë që në fillimet, jo çdo ditë, pa kemi qenë vazhdimisht. Për çfarë protestoni ju konkretisht bashkë me djalin? E para për Shqipërinë, se na bën capa. E dyta për identitetin, se s'po dim se drejt kujt po na çon. E tjetra për integritetin e çdo njeriu. Ne jemi të pavlerë. Në vendin tonë. Ti e bashkuar babit në këtë protestë. Po. Po ti për çfarë proteston? Për shumë gjëra. Për çfarë nuk duhet protestojmë? Me emocionet edhe të fëmijëve. Do të përpiqem që të marr edhe qytetarë të tjerë, të cilët janë duke pritur që të nisi marshimi. Zotëri, për çfarë protestoni sot? Po, na protestojmë, jo vetëm sot, po kena protestuar disa ditë, o bon 25-6 ditë, asa o bon. Kena protestuar kundra këti anti-shqiptari, anti-kaptari, ky ka shkatërru venit, ky ka shqit me miliona shqiptari jashtë, ky vetëm ka vjedh. Ky s'ka lënë grue, ky s'ka lënë burr, ky s'ka lënë fëmijë, ky s'ka lënë plak, pa sha ofendu me gjitha ofendimet tamam si naj adoleshent rrugash. Ky 4 hek plakat zbar ke 5 maj. Ky ka shup gazin Lotcelc ke Bulevardi i Ri. Ky po tihen u shët e krahin tamam si serb. Ky vetëm ka shkatërru këtë vend me një pension qesharak, 100.000 lek a i dalin këti, ky me avione, me maqine, me 500 bodyguarde, kujtjo, ky vetëm e ka shkatërru këtë vend, e në këti ja shëft zoti racën. Faleminderit, të ruajmë edhe etikën. Zotëri, për çfarë protestoni sot ju? Sot protestojnë mbështetjet e rinjës që të largohet Edi Rama dhe Sali Berisha nga politika. Për arsye sepse ato e kanë rënë vendin ekonomikisht, kanë 35 vite që na glabërojnë, janë punëtori nën tokës, kam qenë, se tash i kam arrit tek pensioni. Dhe kjo ka vjedh pare tona. Kjo. Ka vjedh pare tona. Në hyjmin e Edi Ramës. Prandaj ne kërkojmë dorëheqjen e Edi Ramës pa negocim. Dorëheqjen e Sali Berishës pa negocim. Ata janë të dy njësoj. Kështu që rinia u pa dhe mbram në gjitha të rrebesh, është e vendosur për t'i shkuar në fund. Në këtë protestë kur është vjen duhet vjeri me binjën e plot. Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Po ashtu ka edhe shumë të rinj që i bashkohen kësaj proteste, kryesisht pjesa e të rinjve vinë në momentin që nis marshimi, një pjesë e të rinjve kanë shkuar tashmë përpara kryeministrisë, ku presin të mbërri edhe grupi që niset nga sheshi Skënderbej, të tjerë i bashkohen përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Do doja që të pyesnim edhe të rinj se cilat janë arsyet që i kanë sjell në këtë protestë. Zotëri, për çfarë protestoni? Cila është kërkesa juaj sot? Atëre, të gjithë janë dakord, pse mos të protestojmë? A ka diçka në rregull në këtë vend? Shpenzimet janë rritur për çdo familje, mezi vete në fund të muajit, paguajnë qira, paguajnë shpenzime tjera. Si përfundim nuk ja dalim dot më. Nuk kemi më mundësi tjera.
Çfarë duhet të bëjmë? Duhet të bëjmë 3 punë që t'ja dalim këtë vend. Aplikova për kredi të botë në bashki, nuk ma pranuan. 14 vjet me qira, çfarë duhet të bëj tjetër unë? Për çiftet e reja, 14 vjet që pres. Sa do pres akoma? Do qojmë më çifti i ri më vonë? Si do t'ja bëjmë më vonë? Është shumë e vështirë, nuk po shikoj dot ndonjë shpresë me këtë qeveri që kemi. Jo ky, po dhe kush ka qenë para, nuk është se kanë menduar për neve. Unë vetë kam qenë ushtarak më përpara. Dhe si ushtarak e ke në zemër, ta duash vendin tënd, ta mbrosh atë. Kur kam qenë unë, kemi qenë 25.000 forcat armatosura, ajrore, detare toksore. E ka kthyer ushtrinë në 5.000 forcat armatosura që nuk ka si të mbrojët ky vend. I jep repartit ushtarake me nga €1 për t'i kthyer në bujtina, do japi qendrën kryesore të mbrojtjes Shqipërisë që është Sazani, që është do me thënë pika kryesore për mbrojtjen e vendit tonë, pikë shumë strategjike do të japi për kush e di se për çfarë, për turizëm i thot ai, po s'është turizëm, e dim shumë mirë se çfarë është thjesht pastrim lekësh. Duam thjesht një të armë më të mirë, të ndjemi të sigurt në vendin tonë, të kemi ku të mbështetemi, kështu jemi thjesht në ajër. Nuk kemi të armë. Faleminderit juve. Do të shohim edhe të tjerë të rinj që